Fillimisht faleminderit shumë për mundësinë që po na jepni të drejtojmë opinionin gjithë shqiptar. Sfidat që po përballet Presheva, Bujanosi, Medvexha janë të shumta. Në këtë rast, në këtë moment historik, kemi sfida të njëpasgjeshme. Sfida e mbulon sfidën dhe kemi disa sfida. Një ndër sfidat që tani po përballet kjo krahinë shqiptare mbetur padrejtisht në administrimin e servisës që është një pasivizim i skajshëm, sepse në komunë të Medvexhës kemi pasivizim, kemi çregjistrim të banorëve, të qytetarëve të asaj komune, pastaj përveç Medvexhës kemi edhe malsinë e Bujanosit, që tërësisht dhe plotësisht mund të themi që janë të pasivizuar qytetarë të Bujanosit dhe qytetarë të Republikës së Serbisë, pastaj vjen edhe pjesa e komunës Preshevës, që kemi atë pjesën më të theksuar, është fjala për Karadakun e Preshevës, që kemi pasivizim. Po ashtu dihet mirëfilli që sfidë tjetër është mos përfaqësimi proporcional me numrin e banorëve që ka Presheva, Bujanosi, Medvexha në institucione lokale dhe nivelin qendror. Pra nuk kemi përfaqësim proporcional në administratën publike, nuk kemi përfaqësim në gjykata, në prokurori, në polici, po ashtu nuk kemi edhe në zinxhirin komandues të policisë, sepse dihet që komandanti i stacionit të policisë ende nuk është nga përkatësia nacionale shqiptare, as në Bujanos e as në Preshevë, por edhe në Medvexhë. Pra nuk kemi zinxhirin komandues të përfaqësuar në këtë rast. Po ashtu sfidë tjetër është që ende nuk është duke u ndërmarrë asgjë në gëzimin e të drejtave themelore dhe gëzimin e të drejtave kolektive për shqiptarët e kësaj krahine, sepse dihet që kjo krahinë ka zhvilluar një luftë të ushtrisë lirimtare për Preshevë, Bujanosi, Medvexhë, pastaj ka bërë referendumin 1-2 mars 1998 dhe kemi me të gjitha marrëveshjen e Konçulit që është arritur me 20 maj 2001, dhe nga gjitha këto nuk kemi zbatim, nuk kemi respektim të këtyre as referendumit, as meritave dhe kontributit luftës, as të çështjes së referendumit. Pra edhe marrëveshjet që ka bërë dhe janë realizuar Republika e Serbisë me Preshevë, Bujanosi, Medvexhë, me subjektet politike të kësaj krahine nuk është duke i zbatuar. Pra presmi që vërtet këto çështje të marrin pak sa të do të marrin kaje të duhur. Kjo krahinë, siç dihet, është rajoni më i pazhvilluar ekonomikisht, jo vetëm në Republikën e Serbisë që quhet edhe si Serbi Jugore, por ky rajon, kjo krahinë që përfshin Preshevë, Medvexhë, Bujanos, është më i pazhvilluar ekonomikisht në gjithë Evropën. Pra nuk kemi ndonjë zhvillim, nuk kemi ndarje të mjeteve, nuk kemi kode buxhetore që i dedikohen Preshevës, Medvexhës e Bujanosit, prandaj është edhe ky migrim që nuk është duke u ndalur. Pra nuk kemi investime kapitale, nuk kemi investime strategjike, infrastrukturën rrugore kemi përveç që lidhet me autostradën prej Beogradit përmes Vranjës, Bujanosi, Presheva dhe Hekurudha që është shumë më herët e ndërtuar me dijet. Nuk kemi infrastrukturë tjera që mungojnë tjera. Po ashtu kemi mungesat të mos respektimit të vendkalimeve kufitare që nuk janë zyrtarizuar, kemi vendkalimin kufitar që nuk lejohet, nuk zyrtarizohet me Preshevë, Kumanov, pastaj kemi Mohosin, vendkalimin kufitar që nuk zyrtarizohet, kemi Dobrosinin, kemi Breznicën, e kështu me radhë. Pra edhe këto nuk janë investuar me arsyetimin nga më të rreshmet që gjoja se nuk ka infrastrukturë të rregulluar, nuk janë rregulluar objektet përcjellëse të këtyre vendkalimeve kufitare. Pra në bazën e tyre kemi mungesë të investimeve, kemi mungesë të ndarjes së kodeve buxhetore edhe miratime për këtë rajon.
Faleminderit shumë për këtë pyetje. Kjo flet që vërtet si media që jeni të informuar në nivelin më të lartë. Kjo është shumë e rëndësishme për këtë krahin tonë, sepse instanca e Bashkimit Evropian, Parlamentit Evropian, instanca e mekanizma ndërkombëtar do duhet të ngritet nga Prishtina dhe Tirana zyrtare. Pra, Parlamenti i Kosovës dhe Parlamenti i Shqipërisë do duhet fillimisht të bëjnë rezoluta përkatëse për diskriminimin e shqiptarëve që ndodh për shembull Berat Medveç, pastaj edhe parlamentet e dy shteteve, të Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë dhe qeveritë përkatëse, duke përfshirë edhe ambasadorët që janë në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të duhet të ngrisin shqetësimet serioze që përballan popullata e kësaj krahine. Pra, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në instanca të Parlamentit Evropian do duhet të ngritet diskriminimi që po përballet përgjithë krahina shqiptare mbetet padrejtësisht në Serbi. Pra, duke ngrit, duke shtruar, duke arritur që çështja të ngritet në nivelin e Parlamentit Evropian, në instanca të Parlamentit Evropian, sepse Parlamenti Evropian është ai që mbikëqyr, sepse Republika e Serbisë dhe gjithë edhe kjo pjesë e Ballkanit janë që asociojnë në instanca gjithsesi në ligje, rregulla, konventa ndërkombëtare që duhet të përshtaten dhe Parlamenti Evropian dhe instancës së mekanizmave të BE-s. Pra, duke marrë parasysh që Prishtina dhe zyrtara vetëm këto mund të ngrisin diskriminimin që ndodh, pasivizimin, mos zhvillimin, mos daljen e mjeteve e kështu me radhë. Pra, këto janë dy çështje që shqiptarët e kësaj ane, gjithsesi ne që jemi nga kjo pjesë, sy e veshje kemi nga Prishtina dhe Tirana zyrtare. Pra, vazhdimisht instanca, mekanizmat të BE-s vinë vizitojnë vendbanimet serbe për Republikën e Kosovës, të pakicës serbe, atëherë pse mos vinë edhe në vendbanimet dhe lokalitetet e krahinës shqiptare në administrimin e Serbisë së Mbeta që përfshin Preshevë, Berat Medveç. Pra, është shumë e rëndësishme që të pritet shumë nga Prishtina dhe Tirana. Posaçërisht e potencoj që Republika e Shqipërisë në preambullën e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, që është sot dhe asaj dite është në fuqi, është obligim moral kombëtar kushtetues, sepse në preambullë thekët që Republika e Shqipërisë ka obligim të interesohet për gjithë shqiptarët jashtë Republikës së Shqipërisë, Republikës administrative. Çështja e pasivizimit, siç e ceka edhe pak më parë, është një problem që po përballet shumë për Sheva Banasi Medveç. Po mundësitë të kalimit të kësaj situate janë të lehta. Shumë të lehta, ama shumë të lehta. Sepse Bashkimi Evropian i ka mundësitë reale, ligjore, që të bëj presion, të kushtëzoj Republikën e Serbisë, që Republika e Serbisë fillimisht të paraqet listën e qytetarëve, i vetëm Preshevë Berat Medveç, por listën e qytetarëve shqiptarë, të nacionalitetit shqiptar që jetojnë në Republikën e Serbisë dhe të Vojvodinës, se sa janë ato qytetarë, sa është numri i tyre. Bashkimi Evropian e ka këtë mundësi ligjore dhe vetëm ta kushtozon Serbinë të paraqes kushte që në shembull brenda 6 muajve Ministria e Punës së Brendshme dhe instanca tjera shtetërore më të larta të Republikës së Serbisë të paraqesin listën e tyre të pasivizuar. Ne asnjëherë nuk kemi nevojë të miremi me shoqata ndryshme që kuptoj misionin, detyrën që të ndihmojnë sa jemi. Ne nuk e dim saktësisht numrin e tyre. Ministria e Punës së Brendshme e posedon listën dhe këtë mund t'u përcjell ta posedojnë edhe instancat e Bashkimit Evropian. Pra, Bashkimi Evropian ka rol të dyfisht, sepse nuk mund të punojë me dy standarde. Zakonisht dhe vazhdimisht bën përpjekje që të mbrojë interesat e pakicës serbe në Kosovë, por nuk bën atë përpjekje të vazhdueshme në insistimin
që Republika e Serbisë fillimisht të paraqes listën zyrtare se sa janë numri të pasivizuarve e pastaj të paraqes kushte që të gjithë të pasivizuarve do duhet t'ju kthehen adresat, sepse nuk mund t'i mohohet askujt posedimi i dokumentit. Dokumentit në këtë rast le të njoftojmë pa ta shofer, pasaportë e kështu me radhë. Pra, kjo është një mohim, është cenim i të drejtave themelore, i të drejtave kolektive, sipas akteve dhe konventave ndërkombëtare, jo vetëm të Bashkimit Evropian, por edhe akteve ndërkombëtare, këto janë cenim dhe shkelje dhe diskriminim. Më shumë se diskriminim. Pra, në këtë rast, Serbia mund të lëvizë vetëm me presionin, me kurzimin. Nuk mund të jetë Serbia në bisedim me në përmbushje të programeve të BE-s pa i përmbush rregullat e veta që burojnë brenda shtetit e vet. Pra nuk mund të shkel të diskriminon, të përjashton nga rregulla, nga çdo çështje që janë pjesë e Serbisë, të përjashton pakicën shqiptarin, këtë rast Presheva, Banos Medveç, që është më e theksuar. Po kemi edhe shqiptarë që janë pasivizuar në pjesë tjera jashtë këtij rajoni. Pandej shumë, është të vërtet që unë tani jam përgatitje sipër të librit tim publicistik, që do të përfshi gjithë periudhën kohore gati çerek shekulli si që cek edhe ti, që do të jetë një përmbledhje gjithë opinioneve, vështrimeve të mia, që disa prej tyre janë publikuar në gjithë hapësirat shqiptare, duke përfshi gazeta fizike më parë që kanë dalë, revista javore, mujore, kështu me radhë, jo vetëm në hapësirat e Kosovës, por edhe në hapësirat shqiptare dhe gjithandej. Pra, një libër publicistik i përmbledhur është përgatitje sipër se kur do të përgatitet dhe kur do të botohet, kur do të shet dritën që të del para lexuesve, nuk mund ta them tash, sepse jemi në përgatitje fundit që mendoj që do të del dhe opinioni i gjerë shqiptar ka nevojë të ketë në dorë këtë libër publicistik që përfshin periudha të caktuara, momente të caktuara, që përfshin gjithë etapat që ka kaluar, që nga periudha e referendumit 1 mars 1992, luftën e çmëmarrveshjen e Konçulit, dhe etapat e pastajme që përfshin edhe asociacionin e komunave shqiptare që është formuar në vitin 2015 kështu me radhë, pra do të jetë një libër që përfshin gjithë këto dhe besoj që do del sa më parë. Pandej shumë edhe periudhën që më hapë për drejtorim të një gjë.